Gjykata e posaçme ka shpallur sot vendimin për vrasjen e ish policit Santiago Malco. Ngjarja e ndodhur më 27 gusht 2019. Trupa e gjykuese vendosi që i pandehuri Leonard Duka të dënohet me 30 vite burg. Vendimi i gjykatës vjen pas një procesi të gjatë hetimesh dhe gjyqësor, ndërsa autoritetet nënvizojnë rëndësinë e këtij dënimi për drejtësinë ndaj oficerëve të rënë në krye të detyrës. Më 19 janar u zhvillua seanca për kreun e klanit Duka, ku avokatja e tij paraqiti mbrojtjen. Duka deklaroi pafajësinë, ndërsa avokatja e tij theksoi se konkluzionet e SPAK nuk janë të bazuara në provë dhe në ligj. S'ka asnjë provë, por vetëm deduksione të krijuara nga një proces hetimor jo i plot dhe i paragjykuar, më shumë të bazuara në histori të raportuara në media, tha avokatja. Sipas saj, përgjimet në SKECC nuk janë të ligjshme dhe tha se identifikimi që është bërë nga oficeri i policisë gjyqësore të kodeve ka qenë amator dhe jo i besueshëm, pasi nuk është ndjekur procedura standarde. E pranishme ishte dhe mamaja e Santiago Malcos, e cila akuzoi drejt për drejt Leonard Dukën. Leonard Duka më ka vrarë djalin, më solli Erlis Dukën dhe Ilir Selmanin dhe më tha që s'kam gjë me Santin, por doli e më vrau djalin në mes të rrugës. Unë nuk dua dënim të përjetshëm, dua dënim me vdekje për këtë, tha ajo. SPAK pati kërkuar masën e dënimit për Leonard Dukën, 32 vjet burg. Dënimi të kryhet në burg të sigurisë së lartë. Erlis Duka, 25 vjet burg. Fatmir Hyseni, 32 vite burgim. Aleksander Manxhaku, 22 vjet burg. Oltion Loga, 23 vjet burg dhe Dritana Gai, 23 vjet burg. Ata akuzohen për vrasje me paramendim, armbajtje pa leje, trafik narkotikësh, vepra këto të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal. Kujtojmë se Leonard Duka u ekstradua nga Belgjika vitin e kaluar. Ai akuzohet si një nga organizatorët e vrasjes së Santiago Malcos në gusht të 2019 në Tiranë. Mbi këtë akuzë, Duka u arrestua në Belgjik më 14 shkurt të vitit 2023. Për vrasjen e Santiago Malcos vijojnë të jenë në kërkim Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Aleksander Manxhaku dhe Oltion Logu. 25 vite burg janë dhënë ndërkohë për Ilir Selmanin, ndërsa gjykata e lartë riktheu për gjykim dosjen e Blendit Tetës, i akuzuar po ashtu për këtë çështje. Emri Leonard Dukës doli edhe në dosjen e operacionit Revanshi, ku zbardhen komunikime e biseda të zhvilluara në aplikacionin Sky dhe EncroChat. Në këto biseda, Duka thurte plane për eliminimin fizik të Ervis Martinajt dhe lidhjeve të afërta të tij shoqërore, siç ishte Eriger Smihasi. Mbi këto dyshime për Leonard Dukën, SPAK ka ngritur akuzën e sigurimit të kushteve të vrasjes në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.